Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë lajmet më të fundit. Në fakt, shonë për shumicën e komenteve që Gjensilën e zuri haku i besit. Gjensila Myrtezaj ka qenë në qendër të vëmendjes në fakt për vite me radhë, ku është folur shumë për të, është komentuar shumë për marrëdhënien që ajo pati me besin, për ndarjen që përjetuan dhe për historinë që rodhi në fakt në familjen e tyre. Së fundmi, Gjensila është në shënjestër të SPAK. SPAK-u siç duket po heton në mënyrë të detajuar pasurinë e Gjensila Myrtezaj dhe sot kanë dalë informacionet më të reja rreth kësaj ngjarje. Një denoncim i detajuar hedh dyshime mbi ekzistencën e një skeme të organizuar të pastrimit të parave, evazionit fiskal dhe faturimeve fiktive në Shqipëri, ku në qendër të akuzave janë kontabilistja Arlinda Meko Kola dhe bashkëpunëtori i saj Alfred Mezini. Sipas dokumenteve të publikuara përmes disa kompanive, dyshohet se janë zhvatur 10 milion euro duke përdorur fatura fiktive, kreditim artificial të TVSH-s dhe dokumente të falsifikuara. Në material përmendet edhe emri i këngëtares Gjensila Myrtezaj, pasi thuhet se një klinikë estetike e lidhur me të është blerë në vitin 2026 dhe dyshohet se investimi mund të jetë përdorur për legalizimin e të ardhurave me origjinë të dyshuar të paligjshme. Do me thënë edhe një herë, në material përmendet edhe emri këngëtares Gjensila Myrtezaj. Do me thënë në materialin që tashmë ka nisur kontrollimin SPAK-u, përmendet emri këngëtares Gjensila Myrtezaj pasi thuhet se një klinikë estetike e lidhur me të është blerë në vitin 2026 dhe dyshohet se investimi mund të jetë përdorur për legalizimin e të ardhurave me origjinë të dyshuar të paligjshme. Mbi të gjitha, dokumenti thekson se këto janë dyshime që kërkojnë hetim të thelluar financiar dhe pasuror dhe nuk përbëjnë prova përfundimtare. Besoj që vetë Gjensila në ditët në vazhdim do të del të na sqaron se çfarë në fakt do të thotë ky dokument, për çfarë investimi bëhet fjalë, sepse akuza është për larje parash. Do me thënë dyshohet që në emër edhe të Gjensilës janë bërë larje parash.